Ekipi Lezhjani i Beslidhjes në futboll ka arritur një fitore të thellë në transfert ndaj luzit të vogël të Kavajos, duke mbyllur sfidën me rezultatin bindës 1-6. Miq dominuan nga fillimi deri në fund, duke treguar superioritet të plot në çdo repart. Për Beslidhjen, rezultati u zhbllokua herët me Dos Santos, që shënoi golin e parë në minutën e 14. Avantazhi u thellua në minutat e 24 dhe 45. Kur Kansas realizoi dopjet duke quar ndeshjen në 0-3 në përfundim të pjesës së parë. Në fraksionin e dytë, Hila realizoi 2 gola të shpejt në minutat 79 dhe 82, ndërsa vetëm 1 minutë më pas, Raboshta shënoi golin e 6 për Lezhjanët. Vendasit arritën të gjenin rrugën në rjetës, vetëm një herë duke mbyllur sfidën 1-6. Një ndeshje e cila kualitetet bën dallimin. Ne kemi në skuadër një ekip i cili e kemi diskutuar dhe më përpara ka kualitete. Ishte një skuadër e cila vrapoi, një skuadër e cila mund të them ato bështeqe që kemi lënë gjatë ndeshjeve të para, kemi bën një farë autokritike në sidomos në gjendjen fizike dhe jam i kënaqur jo vetëm me rezultatin, por edhe me grindjen që treguan deri në minutat e fundit. Ndeshja rrallës është Adriatiku, e keqja e jon jemi vetvetja. Në qoftë se ne duhet të nënvlerësojmë ndeshjet si kemi ndeshjen në Razet, mendojmë për Shirokën, ne bëjmë një gabim shumë të madh. Unë që nesër do të mbledh ekipin dhe do të bëj ditën të njëjtën seancë servitore, të njëjtën situatë siç kemi pas më përpara, pra me zot shpresim që të vazhdojmë dhe të jemi pozitiv si nga ana psikologjike po edhe nga ana fizike. Duhet jemi me kam tok, s'kemi arritur asnjë gjë. Them se me këtë fitore vetëm se na është rrit morali. Është një bindje sepse një skuadër si Luzi ku është pretendente të disa vite për medalje kategori më lart dhe fiton bindshëm, pra një skuadër e cila them drejtën edhe presidenca kishte frikë nga përballja, se është normale, po edhe ne kishim frikë. Por gjithmonë duke unë kam pas besim tek çunat, duke ditë se ju mungon ajo të cilën them e kanë marrë tani. Pra është një skuadër e kompletuar. Kjo ndeshje ishte një fitore e rëndësishme dhe bindëse për Beslidhjen, që konfirmon formën e mirë dhe ambicjet për vazhdimsinë e kampionatit, e cila me këto rezultat konsolidon vendin e parë të rënditjes.